Jemi rikthyer sërish transmetim të drejt për drejt në emision fokusuar tek mandati i ri i Partisë Socialiste, është një ballafaqim i paneli të Partisë Socialiste me një panel gazetarësh, thash për arsye të mungesës debateve drejt për drejta, kemi formatuar këtë lloj debati. Javën e kaluar ishte Partia Demokratike, këtë javë është Partia Socialiste. 2 ditët parë se ishte prezantimi i programeve të 2 forcave të reja politike, do të vijojmë javën e ardhshme 2 përballje tjera, një PD, një PS, me një emision analitik dhe me 2 përballje të fundit të kryetarit Partisë Demokratike dhe ekipit i tij me një panel gazetarësh dhe kryetari i Partisë Socialiste dhe ekipit i tij me një panel gazetarësh. Do jemi dhe rreth 30 minuta në transmetim në këtë pjesë të dytë të emisionit, ndërsa në pjesën e tretë në profilet e kandidatëve jemi tek Vasil Llajo, i cili kandidon për listën e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, një biznesmen i cili nuk ka eksperiencë politike, por që ka hyrë në politikë në këto zgjedhje. Ai tregon problematikën e qarkut të Vlorës dhe mënyrën se si sipas tij mund të gjendet zgjidhja. Do të jetë në pjesën e tretë, ndërkohë mbaroj pyetjet Marku, zonja Ibrahimi mund të japi përgjigjen. Ne kemi ndjekur gjatë gjithë këtyre viteve politikën e rritjes së pagave dhe pagat do të vazhdojnë të rriten në mandatin e ardhshëm, pra të ardhurat e qytetarëve do të vazhdojnë të rriten. Për sa i përket çmimeve, juve thatë që ato shifrat nuk janë të rëndësishme, por shifrat janë baza mbi cilën ne hartojmë politika. Dhe pa shifrat ne nuk mund të hartojmë politika. Indeksi i çmimeve, rritja e çmimeve është natyrale. 3% inflacion vjetor është i shëndetshëm për të stimuluar rritjen ekonomike, për të stimuluar kërkesën, për të stimuluar konsumin. Ne do vazhdojmë rritjen e pagave. Sot, siç tham, pagat në sektorin shtetëror janë 1.000 euro, ne do të çojmë 1.300 euro. Paga mesatare e përgjithshme është 830 euro dhe ne parashikojmë që të vazhdojnë të rriten me një 30% si pagat në sektorin shtetëror. Ne do të vazhdojmë, siç kemi premtuar, do të bëjmë një politikë për rritjen e pensioneve. Kur ne morëm detyrën, pensioni mesatar me vite të plota pune ishte 111 euro, ndërsa sot pensioni mesatar me vite të plota pune është 300 euro dhe do ta çojmë në 400. Do të ketë një pension minimal, pra të ardhura minimale për pensionistët, të cilat do të jenë në nivelin 200 euro, dhe kjo është politika që ne bëjmë në përgjithësi. Për sa i përket mbrojtjes nga rritja e çmimeve, të gjitha pensionet çdo vit indeksohen dhe indeksohen me shportën e pensionistit. Pra, pensionistët janë të mbuluar nga rritja e çmimeve. Të njëjtën gjë ne do ta bëjmë dhe për pagat, ligjin e kemi miratuar që përpara një viti. Pra do të indeksohen dhe pagat, të paktën ato paga që janë në sektorin shtetëror, ato pagat të cilat ne kemi në dorë të indeksojmë. Ndërkohë që pagat në sektorin privat janë çmime, dhe çmimi është si çdo çmim tjetër, si çmimi i bukur, si çmimi i qershive, janë çmime të cilat vendosen nga kërkesat dhe nga oferta dhe nuk janë çmime që vendosen nga ne. Po ne kemi për detyrë që të garantojmë që do të vazhdojë të rritet ekonomia shqiptare nëpërmjet reformave që ne kemi ndërmarrë dhe do të ndërmarrim. Ne parashikojmë që në 4 vjeçarin e ardhshëm të hedhim të investojmë, pra të financojmë investimet e sektorit privat në një vlerë deri në 2 miliardë euro, e cila do të krijojë një ekonomi që mund të shumëfishohet në deri në 8 miliardë euro dhe do të krijojë vende pune deri në 100.000 vende pune të reja. Pra, kjo është platforma që ne do të vazhdojmë të shkojmë me pyetje politike. Për sa i përket bujqësisë, doja të mbaroj edhe me bujqësinë, meqense u përmend si element. Ne në bujqësi kemi disa shifra të cilat tregojnë shumë për prodhimin vendas. Nëse në 2013 neve kishim një deficit 1/9, pra ne prodhonim 1 dhe importonim 9, ne sot eksportonim 1 dhe importonim 9, neve sot eksportojmë 1 dhe importojmë 3. Që do të thotë që prodhimi vendas është rritur dhe kjo ka bërë që deficiti të zvoglohet. Nga ana tjetër, ne kemi arritur shifrën e eksporteve të bujqësisë në 500 milion euro. Dhe synimi ynë nëpërmjet gjithë politikave që ne po ndërmarrim për bujqësinë, është që kjo shifër të shkojë në 1 miliardë euro. Tani, juve do thoni që subvencionet janë më të larta në Malë të Zi dhe në Serbi apo në Maqedoninë e Veriut. Po, por nuk analizohen në këtë formë subvencionet. Analizohet mbi koston që fermeri ka në Shqipëri, në Malë të Zi, në Maqedoninë e Veriut. Dhe kosto e fermerit për sa i përket sistemit të taksave në Shqipëri është 0. Pra ne kemi një sektor i cili kontribuon në buxhetin e shtetit 0 dhe subvencionohet. Nëse do t'i shtojmë taksat që paguen në këto vendet e tjera, analiza
do dali aty. Pra nuk do të kemi një disbalans në subvencione, nëse ne do të shohim gjitha të që ne nuk marrim nga taksat, nga Jo, kam diçka Vetëm shkurt, lutem, për që perspektivën e zhvillimit të vendit, sepse po bëhet një debat shumë i madh në vendet evropiane. Por një nga sukseset më të mëdha e kësaj qeverie ka qenë turizmi. Pra zhvillimi i turizmit me rritjen e numrit, me rritjen e interesit edhe të imazhit të gjitha. Me rritjen e të ardhurave që ka sjellë turizmi. Edhe të ardhurat. Por, një nga debatet kryesore që po bëhet sot në vendet turistike, sidomos në vende që e kanë mbështet zhvillimin e tyre mbi turizmin, është turizmi sjell disa të ardhura, e para është i mirë kur është pjesë e ekonomisë i vendi. Pra, turizmi në Spanjë, ose turizmi në Itali, ose është një pjesë e ekonomisë italiane dhe një pjesë e ekonomisë ata në vendet më turistiket me thevë. Por, nga ana tjetër, turizmi sjell probleme shumë të mëdha për banorët e atij vendi që ka turizëm. Sjell rritje çmimesh, rritje qerash, Po, kryesisht të qerash. Dhe në qoftë nuk ke një ekonomi të balancuar, pra të mbështetur që ke vetëm mbështetur për turizmin, rrezikojmë që turizmi që për momentin po sjell të ardhurat dhe që është një gjë pozitive, na shndrohet në diçka negative për qytetarët. Pra ta bëjë vendin të pajetueshëm për qytetarët e atij vendi. E di që Venecia po merr masa që të kufizojë turizmin në Venecë, pse? Sepse banorët e Venecës nuk e jetojnë dot më Venecian. Jugu i Spanjës, Barcelona, etj. Ka protesta për turizmin në jug të Spanjës. Nëse ka një sektor i cili nuk reflekton vetëm ndryshimet që kanë ndodhur brenda, pra ekonomike, por reflekton edhe rritjen e krenarisë kombëtare, edhe identitetin tonë, edhe gjithçka tjetër, ky është turizmi. Tani, ne nuk jemi ende në kushtet as të Venecias, as të Spanjës. Jo, është mirë që Shqipëria krahasohet në Venecia, në jugun e Spanjës, pra që debati ka shkuar në E di ku po del në analizën, po. Nuk jemi ende në ato kushte. është mirë, një model ekonomik, kur sjell rritjen e mirëqenies. Më vjen mirë që e krahason me Venecian dhe me Spanjën, se në fakt rritja eksponenciale e turizmit nga 1 milion, unë gjykoj fushatën. Ky është fakt. Nuk jam fushatë. Nga 1 milion në 12 milion. Unë po mundohem që pozicionin tim Publik. ta shfrytëzoj për të sqaruar disa gjëra qytetarëve që kur shkojnë të votojnë, të jenë, nëse duhet votojnë Partinë Socialiste, të votojnë, po të jenë bindur pse ta votojnë, nëse të votojnë opozitën, të votojnë, por të jenë bindur ta votojnë. Pra problemi është në një fushat diskutohet për të ardhmen e vendit. Patjetër. Dhe si qytetari i këtij vendi, unë po them, dhe edhe si njëri që kam një masë informacioni, po them që shifrat, nuk thash që nuk janë të vërteta shifrat, por shifrat nuk reflektojnë mirëqenie e para. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ta them, është zhvilluar. Ky është supozimi juaj dhe pra, kjo nuk është faktet s'tregojnë me shifra. Jo me supozime. Nëse ju nuk e konstatoni. Turizmi, merrem me turizmin me çështjen e turizmit. Do thotë që nuk jetoni. Turizmi sot unë jetoj këtu, kam jetuar këtu dhe para 10 vjetë dhe para 15 vjetësh. Në treg shkoj për ditë, nuk ka blej për ditë. Nuk ka lidhje me rritjen e turizmit. Tani, po ka patjetër më lidhje. Jo, nuk ka lidhje me këtë. Ka lidhje të forta. A keni ndjek debatin që bëhet në Europë? Kontributi i turizmit sot në ekonomi Shqipëria nuk është ishull i izoluar. Debati i madh sot për turizmin, ekonomia është sa reflektohet. Ai ndiqi çfarë ndodh në Europë sot. Të turistit që vjen me vetëm ta shpjegoj me që jam ekonomiste dhe si ekonomiste si e shoh dhe si kemi ndërmend neve ta adresojmë shifrat. Shiko, ju i prodhoni shifrat. Jo, ne nuk prodhojmë shifrat. Shifrat prodhohen nga institutet statistikave, validohen nga Eurostati, nuk prodhojmë ne shifrat fare. Ne i analizojmë shifrat njësoj si që bëni juve dhe artojmë politika mbi ato shifra. Unë i vlerësoj shifrat, por detyra e medias është që shifrat tuaja qytetarët duan të dëgjojnë se si ne mendojmë, se si e mendojmë të ardhmen. Turizmi nuk është i vetmi sektori ekonomisë që po ecë. Turizmi ka
gjatë vitit 2024 ka Paketet sjell globale. 5 miliardë euro të ardhura, të cilat rishpërndahen si në sektorin turistik, ashtu dhe në sektor të tjerë, rishpërndahen në më shumë prodhim, rishpërndahen në më Në shumë bujqësi, tregti, ato s'ka rëndësi. më shumë bujqësi, më shumë hotele dhe restorante, më shumë transport. Pra, 5 miliardë euro që shpërndahen në ekonominë tonë, që shpërndahen në bizneset tona, që shpërndahen në të ardhurat të Nga familjeve 1 miliard shqiptare. në 5 miliard Tani, të ardhurat kjo nga është një. turizmi, vetëm për këto vite. E dyta. Dhe jebi ende në fazën e rishpërndarjes së ardhurave që vinë nga turizmi. Sa është për ty kjo Pastaj mirëqenia e duhet kalojmë nga qytetarëve? turizmi masiv, sa- turizmi sa- elitar, sa është për në ty- vlerë të Hoxha, shtuar, sa është për ty kjo mirëqenie e qytetarëve? Efekti multiplikator. Sa është për ty kjo mirëqenie e qytetarëve? Tani këto janë shifra që janë në shifra Po je të... kontradiktore, janë shifra, nuk janë fare kontradiktore. Ti thua nga një anë është rrit 3 Kjo herë. përthehet në Një sekond. shifra të Ti thua- ardhura më miliard euro shumë në të ekonomia bizneseve investuar. shqiptare dhe të familjeve shqiptare, se të biznese nuk qëndrojnë them, po ajo. nuk më interes. Tani, ajo që juve thoni është çfarë plani keni ju për sektorët e tjerë, Po. sepse Po, plani këtë po që ne them. kishim për turizmin dhe të gjithë politikat Po, që ne mirë, pra, kemi bërë bravo, për të në lidhur rregull, iko e turizmin, punë. i kanë dhënë rezultatin e Kaq. tyre. Sa i takon sektorëve të tjerë, unë, siç thash, neve do shkojmë drejt industrializimit të sektorëve të tjerë. Europa kërkon Mark, do standarde, kesh, kërkon kam përshtypjen ti edhe automatizim. në debatin me Ramën? Okej. Je me debatin me Ramën, tejnëten, lëre ta marri Rama këtë përgjegjësi. Me një